Përshëndetje, ja ku jemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar treshi për sheshin. Treshi për sheshi janë treshja që në fakt na kanë dhënë gjithmonë adrenalin, na kanë bërë gjithmonë që t'i duam, t'i duar trokasim dhe të flasim për to. Do ndaloj të flas për Londrimin, Elionën edhe Klodianin. Londrimi, Eliona dhe Klodiani ishin një treshe fantastike që brënda shtëpisë Big Brother VIP Kosova na dhuruan një energji që realisht nuk e kishim përjetuar. Dy shok, dy karaktere tepër të ngjashme dhe një shoqe fillimisht ishin treshja që na bënte që ne të hapim bigun dhe të ndjekim çdo bisedë, çdo lëvizje dhe çdo humor që ato bënin. Domethënë ishin fantastik në formën e tyre. Me njëherë pas daljes nga Big Brotheri, pritëm që marrëdhënia e tyre të jetë e vazhdueshme. Marrëdhënia e tyre të vinte te ne, marrëdhënia e tyre të komentohej nga ne dhe ne të shijonim energjinë ashtu siç ato na e dhuronin, por çuditërisht domethënë, kjo gjëja nuk ndodhi. Menjëherë pam një krisje. Pikërisht në natën festive të Tajnës, Londrimi, Eliona dhe Klodi u dukën shumë të ftohtë mes njëri tjetrit dhe aty nisën dyshimet e para të fansave se çfarë po ndodh me këtë treshe, çfarë po ndodh me marrëdhënien e tyre. U pa që Londrimi nuk ishte i ftuar as edhe në fejesën e Klodit dhe Elionës dhe u ngritën dyshime që ndoshta Londrimi është kundër kësaj fejese, nuk është dakord që të fejohet Klodi dhe Eliona, e shikon pak si me xhelozi, domethënë ka patur dinamika të ndryshme rreth kësaj shoqërie, por së fundmi, siç duket dhërmia, Shqipëria i bëri bashk. Ndryshe nga lajme që ne kemi sjell më herët, domethënë ndryshe nga thashethemet që janë folur për këtë marrëdhënie, së fundmi treshja ka filluar që të afrohet përsëri me njëri tjetrin. Njëherë Eliona si pjesëmarrëse në videoklipin e Londrimit ishte një mesazh i qartë që ne jemi bashkuar dhe jemi përsëri ajo treshe ashtu siç na do publiku, por edhe vizita në Shqipëri, vizita në dhërmi për të kaluar disa qaste bashkarisht, e bëri Klodin, Elionën dhe Londrimin që të kenë një rikthim në shoqërinë e tyre. Domethënë ai tresh i cili përfliteshte shumë më pas që fansat filluan të thyhen në zemër me ndarjen e tyre, duke që tashmë po bën një rikthim shumë të bukur dhe duke që është fuqishëm në sken. Londrimi dhe Klodi dhe Eliona ndoshta do të na surprizojnë me një foto të fundit ku treshja është bërë përsëri shoqëri bashk. Të lumtur tashmë si Klodi dhe Eliona që kanë nisur jetën e tyre sikur të fejuar.